është bazë. Nuk mund të kalojmë nga A-ja, nga ku starton dhe të duam që të shkojmë në nivele më të larta. Në fakt, unë e kam shijuar shumë ditën e sotme dhe të njëjtën gjë si feedback mora edhe nga pjesëmarrësit, por ajo çka doja të dija është një feedback në lidhje nga ju. Synimi me të cilin jam nisur për ta realizuar këtë gjë është pikërisht fakti që ata të dinë konceptet bazë. Përse ne e zgjedhim këtë si teknik? Ku indikohet? Çfarë mundet ne të realizojmë nëse zgjedhim këtë teknik? Jam e sigurt që do jetë një trajnim shumë i vlefshëm, sidomos për gjeneratën e re. Është bazë. Nuk mund të kalojmë nga A-ja, nga ku starton dhe të duam që të shkojmë në nivele më të larta. Sepse pikërisht ato rindërtimet, ato terapit, ne na duhen që të sjellim në fund një sistem dentar të shëndetshëm. Unë kam qenë vetë shumë kërkuese. Nuk prisja që dikush të vinte dhe të më thoshte ai këtë gjë, sepse fundja çfarë interesi ka? Flasim për praktikën tonë të përditshme, pra duhet jemi ne shumë kërkues. Kjo është këshilla ime dhe ta kenë zgjedhur me dëshirë, le të themi, me pasion, që mos të mërziten dhe kjo vlen për çdo fushë. Jo vetëm për dentistrinë, që do kaq durim, është kaq me detaje që po se pati pasion është e vështirë. Është e vërtetë. Po, dentistët apo mjekët në përgjithësi, duke qenë dhe shumë serioz në atë dhomën e punës, kur dalin që aty duan vetëm të jenë tjetër njëri. Chill. E vlerësoj shumë prezencën tënde, ishte kënaqësi e veçantë të kishim këtu me ne.